Unë tash që ti je në mësimdhënie, në universitet, a mund të jem ka që e re edhe në universitet, apo veç duket kështë? Kohëve të fundit nuk është që po ndihem ashtu, edhe pse në fillimet e mia, kur o takosha me studentët, i kam 3 vite që jam duke punu me student në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, po jam pjesë Universitetit Prishtinës tash edhe 10 vite. Tash edhe 10 vite? Po. Kam fillu si studente. Shumë e vogël, po them, si studente. Po, fillimisht kam qenë praktikante, dhe pastaj kam kalu në pozicionet të ndryshme në kuadër të Universitetit Prishtinës, kam punu në zyren për marrëdhënie jashtë, në shërbim të studentëve, në zyret e rektorit, në zyren për media, si përgjegjëse për komunikim, edhe së fundit tash në punën me student. Edhe në fillim, kur kam fillu me studentet, ju thosha ne, kur mersha shembull, unë edhe ata, po kohëve të fundit nuk është se po ndihem ashtu, sepse po është, po bëhet dallimi. Ka fillu me u bë ai Hendeko, a? Po, pikërisht. Po pse nise, a ishte diçka që të erdhi rastësisht, si ofertë, apo që doje, sepse kur shkon me studiu në gazetari, sikur e don një herë këtë pjesën e terrenit, medias, ta konsumosh? Fillimisht nuk është që kam pas planën mësimdhënie. Nuk është asnjëherë nuk e kam mendu, faktikisht që kam qenë pjesë e Universitetit Prishtinës. Edhe kur kam apliku për praktik, atëherë faktikisht u zgjedhshin studentët më të mirë, notën më të lartë mesatare, edhe unë kam qenë me notën më të lartë mesatare në Fakultetin e Filologjisë. Edhe pastaj na kanë selektu në bazë të asaj note me na dërgu me punu në rektorat. Edhe e di që përshtypjet e mia fillimisht kanë qenë që nuk po e marrë shumë seriozisht, sepse me gjas ka me qenë 2-3 muaj edhe përfundon, pra, si përvoj për mu. Sepse ajo ideja që në institucione shtetërore e kryen praktiken edhe s'mundesh me mbet korp në punë. Po, për mu ka qenë rrugtim krejtësisht ndryshe, edhe gjatë kësaj kohe, natyrisht që kam kriju edhe më shumë raporte me personelin akademik, të cilët janë pjesë e Universitetit Prishtinës, me profesorët e mi që pastaj fillun me më konsideru si kolege, sepse kam qenë edhe atëherë kolege e tyre, si pjesë e administratës, edhe unë asnjëherë si jam largu pjesës e shkrimit, hulumtimit, kështu që pas 7 viteve që kam punu në rektorat, kam kalu në Departamentin e Gazetarisë. A je Gen Z? Për pak, më duket, për disa mu. Nuk je si për pak. Po. Sepse Gen Z-ja janë tash në auditore. Si është me ju ligjeru, sa po mundesh me ju përshtat, apo je aty me ata? Ka marrë komente prej studentëve të mi që zakonisht shprehen shumë lirshëm me mu, dhe prej fillimeve të mia, kam tentu që me qenë shumë e afërt me ta, në mënyrë që mos t'jem vetëm një profesor ose një profesoresh, po t'jem pak edhe si shoqe për me kuptu edhe sfidat e tyre. Unë mendoj që studentët në rënd të parë, para se të vinë aty për me tregu se çka kanë mësu, janë njerëz të cilët edhe ata i kanë sfidat e veta, dhe ata i kanë përjetimet e veta, dhe i kanë dilemat e veta edhe për karierën. Kështu që s'do të thotë që secila landë kam ju pëlqyer, se kanë me qenë të mirë në secilin prej tyre, edhe unë mendoj që arriti kuptoj, edhe të paktën kam kriju raporte shumë të mira me ta. Kuptojnë ata ty? Uroj që po. Po, më thonë që faktikisht ndoshta jo, sepse ata shpesher kanë shumë kërkesa, ne dim që janë trit, ndoshta kur jap shumë hapësirë, pastaj ata kërkojnë edhe më tepër hapësirë, por realisht është shumë kënaqësi me punu me studentë, dhe nuk është sigurisht pas një dyshim, po